Këngëtari Blero Muharremi u është përgjigjur komenteve të shumta në rrjetet sociale lidhur me dasmën e tij të tretë, e cila u mbajt mbrëmjen e 12 janarit. Blero dhe partnerja e tij, Eronita, i dhan fund beqarisë me një dasëm të madhe dhe qindra të ftuar. Por përveç urimeve për çiftin, nuk munguan as komente tallëse për Bleron, për faktin që kjo është dasma e tretë që ai po bën. Kujtojmë se më herët ai ka qenë i martuar edhe me aktoren Teuta Krasniqi, me të cilën ka edhe një vajzë, por edhe me Afrona Dikën. Komentet e ndjekësve ishin të tipit: uroj që të jetë torta e fundit, si nuk përton gjithë këto martesa, nuk pas ka punë tjetër veç të martohet e ndahet ky, e të tjerë. Blero u ka kthyer përgjigjen komentuesve përmes një postimi në rrjetet sociale, teksa shfaqet duke kërcyer mes dasmorëve. Gëzuar për dashurinë, shkruan ai në një foto nga dasma. Dasma e këngëtarit Blero ka bërë buj të madhe në media të rozë. Ai kurorëzoi dashurinë me martesë me blogiren Eronita Karavidain nga Prizreni. Ndjekësit ishin kurioztar të dinin se sa kanë diferencë në moshë çifti i ri i showbizit shqiptar. Këngëtari i shumë hiteve Blero ka plot 47 vite jetë, duke qenë kështu diferenca plot 19 vjet, pasi Eronita ka 28 vjet. Ndryshe në media është përfolur gjithashtu se çifti pritet të bëhen prindër së shpejti. Këngëtari i njohur shqiptar Blero Muharremi dhe partnerja e tij, Eronita, i kanë dhënë fund të beqarisë dhe kurorëzuan dashurinë e tyre në martesë. Çifti ka organizuar një festë private në prani të familjarëve, miqve e njerëzve të tyre të afërt. Nga imazhet e para të publikuara në rrjetet sociale, vjetëre një ambient elegant dhe i kuruar, deri në detajet më të vogla, i realizuar në një nga hotelet luksoze të kryeqytetit të Kosovës. Kjo ndërkohë është martesa e tretë për Blero Muharremin. Ai ka qenë më parë i martuar me aktoren Teuta Krasniqi, me të cilën ka edhe një vajzë. Pas kësaj, këngëtari u martua me Afrona Dikën, martesë po ashtu që përfundoi pas disa vitesh. Martesa me Eronitën shënon një kapitull të ri në jetën personale të këngëtarit, ndërsa fansat i kanë uruar çiftit të dashuri dhe harmoni në këtë rrugtim të ri së bashku. Lyfi Sufi është mjeku i parë dhe i vetmi në Shqipëri që ka sfiduar thellësitë e detit. Ai është specialist i vetëm i filozofisë së marinës. Ai është kthyer pas në kohë, teksa kujton se gjatë karrierës së tij ka lundruar 22 ditë me nëndetse në 50 metra thellësi. Në vitin 1969 u bëra mjek fiziologjik i brigadës së nëndecësve me gradën përkatëse. Shkuan grupi për specializim në kim nga Pekini në Shanghai për të mësuar praktikat më të avancuara për shëndetin e ekuipazhit në ujë. Në vitin 1971 nisëm punën pa Shaliman, ku punova deri në fund të viteve 1980 si mjek fiziologjik dhe mjek shëndetësie i bazës. Ishte përgjegjësia ime që para çdo lundrimi të zgjidhja efektivin, të ndaheshin zhytjet e lehta dhe të rënda dhe të siguroja që ekuipazhet të punonin në kushte optimale, u shpreh ai. Mjeku u shpreh se në varun e Dejës pastroheshin tunelet dhe se ai ishte i vetmi që merrej me këtë. Shumë herë shkonin pa ditur saktësisht se çfarë do të ndodhte, por unë identifikoja parametrat funksional të çdo personi, sa mund të durojnë mjedisin, sa duhet të shndrohen poshtë dhe kur duhet të dalin jashtë, sa orë duhet të rrinin në ujë, 1, 2, 3 varet nga thellësia. Gjatë karrierës time kam lundruar 22 ditë me nëndece në 50 metra thellësi, ku temperatura ishte jashtëzakonisht e lartë, lagështia mbi 45% dhe ajri kufizuar përmbante gazrat e dëmshëm. Shkuam nga Adriatiku deri në Santa Maria, Itali. Ishte punë e vështirë, rrinim në 45-47 gradë me kanatiere. Për 22 ditë nuk dola fare në sipërfaqe, stomaku im nuk funksiononte, humba nga 3 deri në 5 kg dhe fytyra u zbardh nga efektet e gazrave të nëndecës, shtoi ai. Sufi shtoi se nuk ka mjek tjetër si ai, i specializuar për fiziologjinë dhe mjekësinë e marinës. Jam i vetmi. Ka të rinj që duhet të bëhen si unë? Jo, sepse nuk mësova në fakultet, nuk njihet si specializim. Ky ishte shansi im të punoja gjithë jetën për të dhënë njohuri dhe për të siguruar që ekuipazhet të jenë të mbrojtur. Marina shqiptare ka vetëm 4-6 anije, por unë njiha gjendjen shëndetësore të çdo efektivi. Gjatë karrierës kemi pasur 3 aksidente në marinë. Në 1961 në brigadën e nëndecësve humbën jetën 2 persona në Durrës sepse nuk e dinin që i kishte mbaruar ajri. Kjo më dha mundësinë të vendos standarde që shpëtuan jetë të tjera në vijim, ka thënë ai.